€100 sot nuk blejnë atë që blenin më 2019. Alarmin për këtë vlerësim të hollave e ngriti ekonomisti Edison Jakurti. Në vitin 2014, me €100 të vitit 2019, do të mund të bleni mallra e shërbime në vlerë rreth €105. Në vitin 2025, €100 e 2019-s vlen vetëm €78. Atë që në vitin 2019 e bleni me €100, në vitin 2025 na kushton rreth €128. Inflacioni po gërryen edhe xhepat e qytetarëve, të cilët çdo ditë po përballen me rritje të çmimeve. Pa ngritja çmimeve po shihet gati në krejt vendin që ashtu. Edhe ato rruga që kena morë ma herët na, tash qatë rruga me kohë dhe qaq ma shumë, vlef mu nuk kanë. Mas shumë të gjepi po dëmtohet në gjona ushqimore. Rrogët nuk po rriten, do me thanë, e çmimet po rriten për thuja gati çdo 3 muaj rriten. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, indeksi harmonizuar i çmimeve të konsumit, krahasuar muajin nëntor me nëntorin e vitit të kaluar, është rritur për 5.3%. Shënjestër.net